Pak ditë ndaj nga dita përfundimtare e zgjedhjeve, aty ku të gjithë qytetarët shqiptarë shprehin vullnetin e tyre në raport me voton, atë çka i kanë bindur subjekte politike për këtë periudhë një mujore, por jo vetëm, të cilat kanë qenë ato të cilat kanë përcjellë dhe publiku një program të mirë, nga ana tjetër ka dhënë mesazhe të forta, por edhe që i kanë bindur ata. Data vendimtare do të jetë në 11, ndërsa sot padyshim kohën, ashtu sikur se japim të gjithë kandidatëve, kam një kënaqësi të jashtëzakonshme të veçantë. Kem Arlind Qori në këtë intervistë për të diskutuar së bashku. Kënaqësi. Faleminderit Ermal. Si po shkon fushata? Jashtëzakonisht mirë, intensive, me shumë takime brenda ditës. Ne kemi strategjinë që shkojmë ne te populli para se të vi populli te ne. Që për ditë, në mëngjes, para dite, në drek, mbas dite, deri natën. Ne jemi kudo, jemi në rrugët kryesore të qyteteve, të fshatrave, në përtregje. Jemi derë qytetarëve, grupe aktivistësh ta nuk bien dyrve dhe nuk e lën fletën aty poshtë derës, siç ndodh zakonisht me Partinë e Shqipërisë, po ndërtojnë biseda me qytetarët. Qytetarët po reagojnë jashtëzakonisht mirë, po na mirëpresin. Shumë rrallë ndodh që në mira takime dikush të thotë plaç, por edhe kjo është pjesë e naturalitetit të politikës që bën lëvizja bashkë. Nëse ka një zonë, përveç sigurisht fokusisht e Tirana, po një zonë tjetër që kërkon më shumë impenjim e angazhim? Ne po bëjmë fushat kudo. Unë dje isha në Berat, sot ishim në Elbasan, nesër do jemi në Korçë, pastaj në Lushnjë, gjithandej. Unë kam shkuar në të gjitha qarqet, jo vetëm nëpër qytete, po edhe nëpër fshatra, aty ku ka tregje të mëdha, sepse përpiqemi ta përhapim frymën e lëvizjes bashkë kudo. Mënyra organizimit ton bazohet shumë te territori, te aktivistët që jetojnë në territore, kështu që në kuptimin e bërjes fushat, por nuk ka dallim se qarku është Tirana apo Kuksi, sa ko dhe në Kukës, aktivistët tanë që banojnë në Kukës për ditë janë me fletushka duke shkuar derë më derë. E them në kontekstin ku ke më shumë pritshmëri, dakor. Pritshmëria sigurisht lidhet me sa i madh është qarku. Sa më i madh është qarku, aq më të mëdha janë pritshmëritë e lëvizjes bashkë, po gjithsesi u kam bindjen që ne do të arrijmë zgjedhim deputetët e përtej Tiranës. Edhe këtu flas për qarqe të mëdha si Shkodra, Durrësi, Fieri, Korça, Vlora, Elbasani. Këto që janë qarqe që kanë shumë popullsi, ka dhe i numër më të madh deputetës sa qarqet e tjera. Por ama Yzmetin po ja bëjmë fushatës nga do, sepse nuk po luftojmë vetëm për të nxjerrë deputet këto zgjedhje, por edhe për të krijuar një infrastrukturë politike për zgjedhjet lokale dhe pastaj për zgjedhjet e ardhshme. Okej, dhe kjo është më së i qartë se duke marrë shkak edhe nga çka po bëhet aktualisht me fuqinë, me prezantimin e gjithçka tjetër, ato të ardhshme mund të jenë edhe më shumë në fokus. Tiranë ju nuk jeni kandidat i parë. Jeni vendosur, po themi kështu, dikë tjetër në renditje. Pyetja është këtu, pra nëse ju keni thënë në fakt herë tjetër, po ju vazhdoni të qëndroni këtij mendimi që nëse juve nuk, po them kështu, nuk e merrni mandatin tuaj, dikush tjetër do japin dorëheqjen për ju? Ne jemi parti serioze, Ermal. Ne renditjen e kemi serioze. Unë kam vendosur që të mos jem i pari në listën e Tiranës, e kam vendosur të nesër me zgjedhje lokale të 2023-shit. Ishte personale si vendim apo? Po, ishte zgjedhja ime, sepse kam dashur të jap një shembull, që nuk është e gjithë partia në funksion kryetarit, siç ka ndodhur në historinë e Shqipërisë deri më sot, por duhet të jetë kryetari në funksion të partisë. Kështu që unë vendosa të mos jem i pari, Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë pastaj më zgjodhi të dytin, dhe po Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë ka zgjedhur Redi Mucin si kandidat parë për Tiranën. Edhe sikur ne të marrim një deputet, ai deputet ka përqendruar për 4 vite rresh Redi Muçi, gjithsesi unë mendoj që në Tiranë do të marrim shumë deputet, kështu që nuk do jetë fare problem. Kur thua shumë sa? Nuk do të jap shifër, sepse do më dukej arrogante. Çdo politikan që të jep ty një numër të caktuar mandatesh apo një numër të caktuar votash, është duke thënë që unë i kam qytetarët në xhep. Lëvizja bashkë ka tjetër frymë. Ne nuk mendojmë që kemi ndonjë në xhep, ne nuk mendojmë që kemi vota të sigurta, ne mendojmë që po ngjallim shumë shpresë te qytetarët, shumë besim. Mi po se sa prej tyre do të na votojnë, e din vetëm ata me ndërgjegjjen e tyre. Pritshmëritë sa janë? Pritshmëritë janë që ne do të kemi rezultat disa herë më të lartë se 2023, sepse kemi disa herë më shumë antar, kemi disa herë më shumë popularitet, kemi disa herë më shumë impakt në shoqërinë shqiptare. Se sa do të jetë fiks, po them edhe herë, këtë e din qytetarët, dhe si do të përkthehet mandate, pastaj kjo do të varet edhe nga formula e llogaritjes së mandateve. Keni parasysh diçka që nga një mandat në tjetrin, për shumë pak vota mund të merret +1 apo -1, kështu që çdo lloj parashikimi do të ishte edhe nga pamja teknike. Si keni raportin me diasporën? Jashtëzakonisht mirë, kemi pothuajse gjysmën e antarëve tani kemi nga diaspora. Lëvizja Bashkë ka sot formalisht mbi 6.000 antar, ndoshta edhe 7, nuk kam numëruar, po tek pragu i 6-s e mbaj mend që kemi qenë disa javë, muaj më parë madje. Pothuajse gjysma e tyre janë nga diaspora. Dhe nga ana tjetër janë kontribuesit tanë kryesor financiar. Antarët e Lëvizjes Bashkë në diasporë, sepse punojnë në vende ku paguhen më shumë, kanë dhe më shumë mundësi për të kontribuar për financat e Lëvizjes Bashkë. E përkthyer në vota?
Nuk i ta. Unë besoj që ne do të kemi të njëjtin rezultat, pak a shumë, si në Shqipëri si në diasporë në kuptimin e përqindjes. Se mos harroni diçka. Në Shqipëri do të votojnë shumë më tepër njerëz se do të votojnë shqiptarë të diasporës. Po kuptimin e përqindjes, unë besoj që do të jemi pothuajse një lloj. Tani mund të jetë diçka më shumë, po prapë se prapë unë nuk dua ta bëj këtë dallimin që është çiki modos në Shqipëri ku shqiptarët që janë jashtë apo brenda konsiderohen më të rëndësishëm. Për mendimin tim shqiptarët janë barabartë të rëndësishëm kudo ku jetojnë. Ju ishin ndër të parat që thatë do nuk bëj koalicion me askën tjetër. Po. Nga forcat e reja, forcat e vjetra, kushdo qoftë ajo. Tani që jeni fushat, keni bërë mirë apo keni bërë keq? Jashtëzakonisht mirë, dhe unë këtë gjë nuk e kam thënë në fushat, apo fare fushat, unë këtë gjë e kam thënë prej 14 vjetësh, jam aktivist. Prej 14 vjetë nuk do më gjeni kur mua apo aktivist televizijës bashkë që kemi bashkëpunime me partitë korruptuara si PS-ja, PD-ja apo LSI-ja. Po të rinjt. Të gjithë aktorët e tjerë politikë që janë në këtë garë kanë dalë nga barku apo sqetulla e partive të vjetra, kështu që premtimi i tyre është më pak i besueshëm se ai i lëvizjes bashkë. Për sa i përket partive të tjera, unë jam skeptike për to, sepse nuk ua kam besimin tek ndershmëria apo tek forca e karakterit. Gjithsesi, në Kuvendin e Ardhshëm të Shqipërisë do të shohim se do të ketë mundësinë e bashkëpunimit për hartimin e ndonjë projekt ligji me parti të vogla. Gjithsesi kjo do të varet nga qëndrimi i tyre. Ke ulur pak thonet. Jo, domethënë unë vazhdoj të mendoj që një lloj bashkëpunimi do thotë që deri diku mund. Ne në Kuvendin e Ardhshëm të Shqipërisë kemi përcjell partia do propozojmë shumë projekt ligje. Në momentin që ti propozoni projekt ligj ti kërkon pastaj pëlqimin e çdo deputeti. Fundi aty do i vendosë gjithë deputetët përpara gurit provës. A jeni ju të vendosur për të përfaqësuar elektoratin, votuesin shqiptar, apo doni të bëni një politikë sot për nesër? Në këtë sens, në Kuvendin e Ardhshëm të Shqipërisë ne do të jemi parti e fortë opozitare, kjo s'ka pikë diskutimit, por aksioni opozitar pastaj ndoshta me ndonjë parti të vogël dhe mund të koordinohet në terma teknik, nuk ka ndonjë problem. Mund të kishin një fuqi më të madhe nëse ishit bashkë të rinë faktën. Dhe ju thatë që okej, nuk i besoni shumë, po tani të jemi konkret, se dakord, domethënë në një krah mund ta lexoj edhe si një ambicie personale. Jo, është e kundërta. Sikur ne të ishim bashkë me partitë e tjera, kjo do të thotë që ne duhet të trashtonim parimet tona, ndershmërinë dhe guximin politik, që kemi kërkuar si kriter bashkëpunimi me çdo parti tjetër. Në momentin që nuk e shohim te partitë e tjera, nuk kemi se të bashkëpunojmë. E dyta, sikur të ishim me partitë tjera, do të bënim fushat qesharake siç po bëjnë ato parti. Pse? Ka ndodhur Pse qesharake? Ja po ju them, ishte një ditë në tregun e Rrogozhinit, ose ishim aktivistë televizijës bashkë, ne gjithë bëjmë fushat për partinë. Asnjë nga ne nuk bëm fushat për vete. Ishin edhe një grup të një partie tjetër të re, ku secili kishte i fletuar me surratin e vet, edhe secili thoshte atij burrit, "Më voto mua dhe jo këtë shokun tim." Tani kjo nuk është hipokrite, se normale është. Tani gjithsesi për nesh e futen në garë. Edhe një herë, është qesharake, një parti serioze. Edhe për individin. Një parti serioze duhet të operojë me frymën e përbashkët. Unë e përfitoj dot veten, që ne të bëjmë fushat për lëvizjen bazë dhe pastaj t'i them qytetarit, o zoti qytetar, unë jam më i mirë se ky shoku im, atje flas edhe keq për shokun tim. Dakor, Alin, po kjo është logjika e tërvërtuar e sistemit politik shqiptar. Bëni dot për shembull po them unë për 20 vite radhë apo jo. Se këtë gjë për shembull që ju thoni do vendosin disa kandidatë të tjerë, ata të marrin votat dhe nëse ju nuk dilni vetë s'ka problem, po mund ndodhi këtë zgjedhje, po mund të jetë kjo se për shembull kjo gjë mund të zgjasë edhe për 4 zgjedhjet e ardhshme. Për shembull, nuk e di. Lëvizja Bashk beson fort te fryma solidariteti. Që thotë, ne përpara se të renditim kandidat në listë, sigurisht diskutojmë me njëri tjetrin, votojmë në mënyrë të fshehtë, momentin që mbaron votimi dhe del renditja, ne jemi e njëjta frymë. Ne nuk bëjmë më fushat, më bëjmë mua deputet dhe jo të tjerë, ne bëjmë fushat për idetë tona, për idealet tona dhe dora në zemër, asnjëri nga ne nuk e ka problem nëse shoku apo shoqja zgjidhet përpara vetes. Rëndësi ka që ne të kemi sa më shumë deputet në parlament. Nëse ti mua do më pyesje. A do doje që Lëvizja Bashkë kishte 15 deputet në parlament, po ti mos ishe deputet? Apo Lëvizja Bashkë të kishte 14 deputet, po ti ishe një prej 14, unë do thoja, jo, Lëvizja Bashkë kishte 15 deputet, pa mua. Se është më e rëndësishme fryma që kemi. Fuqia jonë e përbashkët, sa fati i individit. Pra jeni të gjithë një, thua. Jemi në këtë tim, po, në idealin për pushtim, sigurisht kemi diskutime mes nesh, në momentin që merret një vendim, kalohet në temën tjetër. Nuk vazhdon diskutimi pafund, sepse pavarësisht larmishmërisë, çdo njeri është kokë më vete, një farë sensi, përsëri ne besojmë fort në solidaritetin. Nëse ndodh për shembull që pas 11 majit, forca e parë, po them PS-ja, për shembull që ka më shumë pretendime ose sigurisht se pretendojnë ata, ka nevojë për një parti tjetër të bashkojë deputetët për formohet qeveria. Mund të jetë një opsion qoftë kjo dhe sipas kushteve tuaja. Ka një alternativë që okej, ne mund të bashkohemi, por duam këtë lloj forme. Jo, nuk mund të ketë bashkëpunim as me PS-n as me PD-n dhe me asnjë parti që ka qeverisë deri më sot Shqipërinë për një arsye shumë thjeshtë. Sepse i ndershëm e të pandershëm nuk mund të bashkëpunojnë dhe nuk kanë çfarë kushte si vën njëri tjetrit.
Ne nuk I themi dot PS-s dhe PD-s, Okej. mos vjedhin në të shkuarë siç keni vjedhur deri më sot, që të bëheni bashkëpunëtorët tanë, sepse ata janë përgjegjës për të shkuarën, atë të japin llogari përpara drejtësisë për të shkuarën. E dyta, këto janë parti që jo vetëm të shkuarën, por dhe tashme dhe të ardhmen e kanë si parti të korruptuara. Dhe është e pamundur të bashkëpunosh. Imagjino një situatë hipotetike, sa që Sharaki do të tingëllonte. E zëm se ne me partinë X do të bashkëpunonim, edhe do ndanim dhe postet qeveritare. Çfarë do të bënim? Do thoshim që në 2-3 ministrit që qeverisë Lëvizja Bashkë nuk do vidhen, dhe të gjitha të tjera do vazhdojnë hajdutëria si gjithmonë. Kjo do ishte jo vetëm e pandershme, po edhe qesharake. Në këtë sens ne po luftojmë që dal nga dal shumica e shoqërisë shqiptare të votojë për Lëvizjen Bashkë dhe kësaj Lëvizja Bashkë ketë mundësi ta qeverisë Shqipërinë. Të gjitha figurat e reja nuk janë gjë tjetër veç se, po themi kështu, një lloj filizi I ri Lëvizja Socialiste për Integrim. Ish Lëvizja Socialiste për Integrim Fatarama. E ke dëgjuar besoj. Pra, ju krahason me Ilir Metën me Ish LSI. Po çile ka ulur Ilir Metë, s'ka qenë pjesë e partisë Ilir Metës. Po sepse ka frikë nga, sidomos nga një parti si Lëvizja Bashkë, e cila përveç se është një parti e fortë opozitare, është një parti që renditet nga këmbë ideopolitike majtas. Kështu që Edi Rama ka frikë nga Lëvizja Bashkë dhe kërkon që të bindë në mënyrë dëshpëruar atë pjesë të elektoratit socialist që ende, po themi, e merr seriozisht për ta rivotuar. Ju e keni idenë sa të pakënaqur janë njerëzit, qytetarët e thjeshtë. Dhe këtu e kanë fjalën edhe për qytetarët që më herët kanë votuar Partinë Socialiste. Edi Rama do me çdo kush që të shtrëngoj radhët, dhe për shtrënguar radhët duhet gënjej. Tani unë e di që spektrin e partive të reja çfarë nuk gjen, gjen njerëz që kanë dalë nga partia Sali Berishës, gjen njerëz që kanë dalë nga partia Ilir Metës, gjen njerëz që kanë dalë nga çadra e Luzin Bashës. Por kjo nuk vjen për Lëvizjen Bashkë. Ne kemi qenë qeli bar gjithë jetën tonë dhe nuk pranojmë asnjë lloj paralelizmi me parti të korruptuara, të shkuara apo tashmes. Erlin, neve sigurisht flasim për të gjitha situatat, se për këtë jemi edhe në intervistë. Për shembull, disa akuza ngrihen që thonë Lëvizja Bashkë nuk është gjë tjetër, thjesht një, ose ju krahasojnë ndryshe si Partia Popullore e Punës. Tani këtë pse e bëjnë? Po sepse nuk kanë ku të kapen me ne. Nuk gjejnë dot një cen karakterin ton, nuk gjejnë dot një cen në veprimtarinë ton, kështu që nëse duhet të shajnë disi ose duhet të akuzojnë për diçka, duhet kapen mbas trilleve ideologjike. Ne nga që themi që jemi parti e majtë, ne nga që luftojmë për drejtat e punëtorëve, të pensionistëve, stresëve të mesme, të bizneseve të vogla, pra jemi krenarisht tek e majtat demokratike, ata e kanë kollaj që ta heqin pjesët demokratike nga e majta edhe të fusin ekstremin aty brenda, edhe të manipulojnë edhe me ndjenjat e shoqërisë shqiptare që ka vuajtur shumë nga diktatura në të shkuara. Gjithsesi as unë dhe askush Lëvizjen Bashkë nuk kemi asnjë të përbashkët me diktaturën, me frymën e diktaturës, një parti fund e krye rrënjosur në traditën demokratike, perëndimore, evropiane, dhe si model qeverisje apo të ristrukturimit të shtetit kemi demokracitë sociale të vendeve të Evropës Veriore. Një ndër sulmet tuaja të përsëritura, të pashmangshme, kryefjalë janë oligarkët. Çfarë problemi kjo zotrim oligarkët? Po është kjo është edhe me humor bashkë si forma e pyetjes, por që thelbi është vërtet serioz. Domethënë, pse? Imagjinoni sistemin ekonomiko-politik shqiptar si dy duar, që të dyja të futen nëpër xhepa. Dora e parë është dora e shtetit, dora e dytë është dora e oligarkëve. Partitë e tjera përveç Lëvizjes Bashkë gjithmonë shohin vetëm një dorë, atë të shtetit, po jo dorën e dytë, atë të oligarkëve. Dhe shtohet pyetja pse? Ora pse nuk I shohin oligarkët? Se ky është një partneritet vjedhje. Nuk ka një tender, nuk ka një PPP, nuk ka një leje ndërtimi. Po edhe kjo fushë që do të prishet, sepse do ndërtohen kulla, është duke vjedhur aty kryeministri dhe oligarku që do ndërtojë. Dhe shtohet pyetja, por këto pse partitë e tjera pse nuk I shohin oligarkët? Pse I sheh vetëm Lëvizja Bashkë? Dhe përgjigjja ime është e dyfishtë. E para, sepse duan thjesht të zëvendësojnë dorën e majt në vjedhjen e nesërme bashkë me dorën e djathtë. Ose në rastin më të mirë nuk kanë guxim, kanë frikore se po ishe kundër oligarkëve ti sot, ti do ta kesh malore politikën. Do dalë shumë pak në media. Po nuk vlen kjo edhe për ju? Jo, sepse ne nuk pyesim fare. E po I marr një rast. Unë isha I ftuar para disa muajsh televizionin Klan, një nga televizionet e oligarkisë ekonomike në Shqipëri, dhe nuk u tërhoqja asnjë centimetër sot thoni të vërtetën. Nga debati që pat me Fevziu. I thash, o zotrit, ky është një televizion oligarkër dhe ju na keni censuruar deri më sot, dhe jo vetëm ne, po keni censuruar dhe shtresat të rëndësishme shoqërore për interes të oligarkëve si Samir Mane apo Aleksandër Frankaj. Prej atij momenti, unë nuk kam asnjë ftesë nga Klani, Fevziu ka bërë emisione me partitë e reja, I ka ftuar të gjithë përveç meje dhe Lëvizjes Bashkë. Kjo është një sakrificë që ne e bëjmë, edhe sikur na zhdukin fare nga mediat, nuk kemi ndërmend të tërhiqemi mbrapa, sepse për ne ajo që është e vërtetë dhe ajo që është e drejtë është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Tani, në përfundim, jemi në mbyllje, dua të di nëse nuk fitoni
po them kështu, mandatin ju personalisht, nuk merrni një shumicë ndërmuese që keni pretenduar, çfarë do ndodh me ju? Do të riqeni nga politika? Unë nga politika nuk do të rriqem kurrë, se unë do jem gjithë jetën aktivist i Lëvizjes Bashkë. Pa pikë e diskutimit, do jem terren me punëtorët, me studentët, me njerëzit në nevojë. Dhe për mua nuk ka fare rëndësi fati im nëse zgjidhem unë apo jo deputet. Pa ma ka rëndësi fati Lëvizjes Bashkë. Dhe kam thënë disa herë, nëse Lëvizja Bashkë nuk futet në parlament, atëherë unë si kryetari i Lëvizjes Bashkë do jap dorëheqjen, po jo si aktivist i Lëvizjes Bashkë. Pra do vi është të qëndroshim në këtë Pa formë. pikën e diskutimit për mua politika është pasion për drejtësi shoqërore. Dhe këtë pasion unë do ta kem deri në vdekje. Dhe do ta kem gjithmonë brenda Lëvizjes Bashkë. Por sigurisht si kryetar një partie dhe jo thjesht si aktivist, unë duhet mbaj përgjegjësi nëse Lëvizja Bashkë dështon zgjedhje. Kjo s'ka diskutim. Le të bëjmë një kompromis, të njeriu që nuk bën kompromise shumë kështu, por po them për rezultate për mandatet, pak a shumë derisa mund të shkoni. Më jep një numër. Është një numër që unë s'ua jap as atyre që pyesin privatisht. Okej. Të njëjtën përgjigje jap publikisht dhe privatisht. Këtë gjë e di vetëm populli shqiptar, ama nga analiza që unë i bëj terrenit, di që jemi disa herë më mirë se në 2023. Në 2023 Lëvizja Bashkë ka marrë rreth 5% votave në Bashkinë e Tiranës. Sot unë mendoj që jo vetëm Tiranë, por edhe në Shqipëri jemi goxha më mirë se në 2023. Si kjo do përkthehet të vota dhe në mandate, këtë e di vetëm populli shqiptar. E la me Arlindit që të bënim interviste në 5 fiks, eri pak minuta me vonesë, kështu që mbaroj koha Arlindit. Faleminderit shumë për kohën edhe super suksese nga. Ishte kënaqësi. Mirë, ishim me Arlindin, ndërsa ne do të shihemi me tjerë personazh deri në datën 10 maj, sepse do respektojmë dhe heshtjen zgjedhore, më pas shkoni të votoni. Vullneti është gjithmonë ai që duhet mbizotroj i juaj personal pa ndikim. Shihemi.